Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi betejën e fundit të nisur nga Spaku kundrejt eksponentëve të qeverisë Rama, ku ka marrë së fundmi të pandehur zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Po cili do të jetë fati i saj? A do të ketë njëjtin fat si Erion Veliaj, apo Belinda Balluku është një eksponent shumë i fuqishëm në qeverinë Rama që mund t'ia hedhë drejtësisë? Për të folur për këtë çështje, por edhe tematika tjera, ne kemi të ftuar avokatë Romeo Kara. Zoti Kara, përshëndetje. Përshëndetje Bardhi. Avokat, si e keni parë lëvizjen e fundit të Spakut që ka marrë të pandehur zëvendës kryeministren Belinda Balluku, gjë e cila ishte në pritshmëri shumë të vogla, duke qenë se ajo ka fituar një pushtet mjaft të madh në qeverinë Rama? Si në pritshmëri shumë të vogla? Çfarë kuptimi ishte në pritshmëri të vogla? Duke qenë se nuk e mendonin që Spaku mund ta godiste, mund të arrinte deri në atë nivel. Tani një pjesë e madhe e kanë menduar që kjo punë do të bëhet patjetër. Besoj kemi disa aleat serioz që janë më të fuqishëm edhe se Spaku dhe se qeveria shqiptare dhe se gjithë qeveritë europiane bashkë. Janë angazhuar për të bërë një reformë për drejtësi, edhe mund të lëvizin ngadalë, po me peshë shumë të rëndë. Kështu që unë për vete kam pas gjithmonë besim, përveç asaj që drejtësia është një atribut i vetë Zotit. Një nga emrat, 99 emrat e Zotit është i drejti. Prandaj nuk mund të dorëzohemi pesimizmit që ky vend nuk do bëj hajër kur, se në këtë vend s'do lind kur dielli i drejtësisë, dhe ky vend do të ngeli përjetësisht vendi i ëndrave të paralizuara. Tani mendoj që kemi një denoncim publik të bërë nga Ahmetaj, i cili ishte e pashmangshëm të mos hetohej nga Spaku. Pra, kemi dhe hetimet që dalin kryesisht nga denoncimet që bën media. Siç kemi pasur atë denoncimin e çuditshëm për Nesti Angonin, tani doli një person me emër, edhe me mbiemër, pavarësisht që doli në një emision televiziv dhe nga jashtë kufive të Shqipërisë, pavarësisht që dhe ai ka kusuret e tij, dha disa indicie, të cilat e kanë çuar organin e akuzës në mendimin që mbas verifikimeve dhe hetimeve që kanë bërë deri tani, se jemi në fazën e hetimeve paraprake, besoj, që këtu kemi të bëjmë me vepër penale, edhe me shpërdorim. Pra ju mendonin se Spaku për të shkuar te Belinda Balluku ka përdorur edhe deklaratat e Arben Ahmetaj si indicie për të shkuar më pas te provat ndaj saj? Besoj se po. Kanë qenë të detyruar përballë kur gjërat bëhen publike është më mirë. Ne prandaj flasim, edhe prandaj japim një intervista pikërisht për të krijuar një traditë të burimit të hapur besueshëm. Unë këtë po e them me terma profesional që ju e kuptoni, por ta kuptojnë dhe tjerët. Edhe ata njerëz janë jashtë dhe merren me politikat gjeopolitike, po dhe me politikën Shqipëri, për kushtet që vendosin e tjerë. Faleminderit Zotit, kemi qenë të kujdesshëm edhe të logjikshëm deri tani, duke bazuar tek e vërteta, jemi konsideruar si burim të hapur besueshëm. Këtu po fus veten të paktën, mund të janë disa persona tjerë. Dhe për publikun shqiptar, gjithmonë kam rezervuar atë që kam besuar dhe vetë, jo atë që më ka interesuar. Kështu që në këtë rast, unë mendoj që ka vepruar me sukses efekti mediatik i servirjes të një fakti. Fakti është vërtetuar sipas prokurorisë që ekziston, po dhe provat që lidhin faktet me personat
lidhje shkak pasojë, që është thelbi i hetimit dhe i çdo hetimi penal, në lidhje me fajësinë apo pafajësinë e dikujt, dhe mendoj që do të kemi një përballje gjyqësore herët apo vonë. Në këtë rast, Arben Ahmetaj ka qenë ai që ka adresuar informacionet e SPAK-u, apo ka qenë SPAK-u ai që është referuar thjesht deklaratave të Arben Ahmetajt? Besoj që ka qenë SPAK-u që është referuar këtyre deklaratave. Po përse SPAK-u nuk e merr konkretisht në pyetje, qoftë edhe atje ku është në Zvicër, për të shkuar në detaja apo në prova të tjera të cilat sipas Arben Ahmetajt implikojnë dhe vetë kryeministrin Edi Rama? Tani ka disa kushte, edhe organi i akuzës ka një lloj dinjiteti, edhe pse është i ri. Ai më tepër që drejtohet nga një djalë me shumë dinjitet, nga një burr me dinjitet. Kështu që ai tipi mbaron mandatin, tani po ja themi, në fund mandatit tonë gjerë, po ja themi meritat, me sinqeritet, edhe me solidaritet plot, me të dhe me kolegët e tij që po punojnë atje, që do na kenë në krah për çdo hap që do bëjnë në lidhje me vendosjen e drejtësisë, po si dhe vendosjen e parametrave të saj, të cilat kanë kohë që nuk i shijon populli shqiptar, se drejtësia dhe shijohet. Po, kur shkojnë politikanët e korruptuar, më fal, që shkojnë paraqiten, pasi na kanë marrë jetën, edhe shijojmë. Dhe shijojmë dhe ja them edhe përballë në sy që po shijojmë. A do ketë një moment që a do ketë një moment që SPAK-u mund ta marrë në nivelin, ai mund të ketë një moment, nuk përshtohet, po kur momenti të vi në atë pikë që e parashikon mirë procedura dhe mbi cilin pozicion të Ahmetaj do të pranoj SPAK-u të shkojë atje. A është Ahmetaj një bashkëpunëtor i drejtësisë, edhe çdo të je bashkëpunëtor i drejtësisë duhet të jesh i penduar. Edhe unë jam një bashkëpunëtor i drejtësisë, po s'kam bërë ndonjë fajt. Kam bashkëpunuar hapur me drejtësinë për hir të vendit tim, parimeve të mia dhe parimeve të Zotit, sidomos. Ku unë mundohem me sa mundem për vete. Zotëria është në akuzë për vete. Nuk është dorëzuar drejtësisë, nëse ka dëshirë bashkëpunoj me drejtësinë, të bashkëpunoj edhe për veten, edhe për rastet e tjera që ai di. Prandaj drejtësia është sfidë shumë e madhe, kur themi drejtësi për mikun dhe armikun. Nganjëherë edhe miku të vihet në para drejtësisë, i detyruar ta pranosh. Drejtësia nuk ka dy interpretime. A do ketë një moment që që SPAK-u mund ta thras konkretisht Arben Ahmetajn ose ta intervistoj, ta marrë në pyetje kudo ku tjetë, në mënyrë që t'i shkoj përtej deklaratave mediatike? Mund të vi, nuk e praktikoj, nuk e di. Mund të jetë një sekret e timor, mund të ketë një negocim, mund mos ketë. Për mua është mirë që ai të flasi çfarë di. Në këtë rast foli, u vlerësua informacioni i hapur që ai dha nëpërmjet medias dhe patëm këtë procedim deri tani. Të flasim po, sa Ahmetaj ka lënë të kuptohet në fakt që do të vi edhe aty ti deklaroj të gjitha pranë në SPAK. Po të vi. Unë e inkurajoj që të vi. Duke mbetur te Belinda Balluku, a mendoni se kjo lëvizje e SPAK-ut ndaj saj erdhi në të njëjtën kohë kur vetë SPAK-un e vizitoi dhe takoi kreun e saj zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Mark Fleming, dhe a ka një dorë amerikane këtu në këtë rast që i lëviz pikërisht këto fije sa i përket goditjeve në nivelet të larta të politikës shqiptare? Po padyshim që në hapat më të rëndësishëm dhe në çështje ndryshme, ata kanë qenë dhe janë pranishëm. Ka amerikan, ka dhe italian, ka dhe tjerë.
aty në për koridore i ke, në për zyre i ke. Bashkëpunimi me ta ka qenë shumë i frytshëm gjithsej kohë, siç kemi rastin e bashkëpunimit për Sky, që kemi me partnerët evropian. Kjo është direkt me SPAK-un. Pra, ma merr mendja për hir të transparencës dhe të një strategjie më gjithëpërfshirëse, edhe ata janë ndjeni. Po që kanë mbështetjen e tyre në mënyrë absolute po. A mendoni se Belinda Balluku në gjithë këtë aferë që është rrezikon po aq sa Erion Veliaj duke që mund caktohet masa arrestit me burg ndaj saj, normalisht duke ju referuar një vendim i gjykatit mundshëm nëse do të merret në këtë rast ndaj zëvendës kryeministres? Ne tani mbase bashkë po më duket se edhe bashkë kemi përsëritur 2-3 herë minimumi që unë kam thënë ne duhet të heqim me ligj imunitetin e deputetëve dhe të kujto tjetër për balë drejtësisë. Pam. Tani ajo është deputete, do të ketë një procedurë në lidhje me imunitetin. Nëse do të ketë konstatime për gjëra të flagrante, mund të ketë veprime me njerëzve, të cilat prapë do të ballafaqohen me parlamentin. E rëndësishme është që në këtë rast shoh një heshtje ofenduese për shqiptarët nga ana e kryeministrit dhe zyrës të tij ka një zyrë jo të vogël të shtypit, ata dhe çdo institucion, e cila duhet prononcohet tani çdo ditë për publikun shqiptar. Jo vetëm për këtë rast, por për gjithë rastet e tjera. Dil zotëri, ke marrë përsipër të udhëheqësh vendin, dil dhe na trego çfarë ke bërë sot, çfarë ke bërë nesër. Se nuk është vendi jot dhe na ke ftuar mysafir në vendin tënd, po jo është vendi ynë. Dhe me që na ke bërë punët totalisur në të mënyrë që s'po dim se kush nuk po vjedh më, unë bile ftoj shqiptarët të hapin konkursin, të shohin kush tender është i ndershëm. Besoj me 90% s'do ketë asnjë tender që nuk është vjedhur. Po ta investigojnë si duhet, ta analizojnë si duhet, me fondin limit dhe me të gjitha. Nëse të gjenë një tender të ndershëm, po marrë disa kohë pushime domethënë dhe nuk të prononcohen fare në media. E fto dhe qeverinë ta gjejë tenderin e ndershëm. Pra me këtë mendoj që edhe pse është mbajtur me hatër qeveria nga të gjitha llojet dhe mbase të auditimeve të tjera, pra janë bërë duke gjë më kryesore, qeveria duhet dali edhe duhet prononcohet për ditë. Këtë përpara publikut për ditë. Dhe jo të dalin gazetarë që presupozohet që janë më afër qeverisë, apo ata që janë më afër opozitës, të cilët servirin në për dialogje dhe debate ndryshme, edhe gjysmë të vërteta si ato që ka serviruar dhe Berameta. Shoh imazhin e qeverisë shumë goditur, nuk më intereson flati një personi, dhe në bisedat që kam pasur me personat me influencë, jo shqiptar, janë dhe i diku, edhe pse i kanë ditur situatën në Shqipëri, që korrupsioni lulëzon, është i favorizuar, njerëzit aspirojnë të shkojnë në vende kyçe për të vjedhur, të jepë mundësia të vjedhin, pasurohen shpejt, duke marrë një flamur të ndryshëm partijak apo të një politikani nga mbrapa tjerë. Në këtë rast kanë shprehur edhe një çudi, domethënë, edhe pse e njihnin deri diku realitetin shqiptar. Pra, nga ky moment ku qeveria ka mbyllur prononcimin dhe ja jap dhe këshill, prononcohu, sqaro opinionin si shqiptar dhe ato jo shqiptar. Sqarimi që kemi prezumimin pavojësisë nuk pi ujë kurkund. Ato sqarime japim ne si jurist. Ti si qeveritar duhet sqarosh pozicionin tënd. Se do të stopohen shumë gjëra, do stopohen shumë investime,
po dhe vetë integrimi i vendit. Unë mendoj që ky rast i ka dhënë një shqelmim të fortë integrimit të vendit. Pra kapitulli 23.4 duket me dylbi. Dhe të sqaroj pozicionin qeveria, këtë kam shumë të rëndësishme, pozicionin që ka me prokurorin. Është armike me SPAK-un, apo është partnere si dy institucione të njëjtit vend. Boll me deklaratat të tilla të cilat kanë nxitur dhe i kanë dhënë kurajo gangsterëve shqiptar të kërcënojnë prokurorët e SPAK-ut. Ky lajm është më i vlefshëm ky që po t'jap. Dhe këtë e kam sqaruar. Ti kujtosh prokurorit SPAK-ut se ke 3 vajza, kjo i kalon kufit. Të prokurorit çështjes së Ballukut. Nuk ka rëndësi tani, unë po them këtë. Ti kujtosh prokurorit SPAK-ut se ke 3 vajza. Ti çoj një prokurorit tjetër fotografinë e vajzës që studionte në Gjermani dhe ta ktheje në Shqipëri. Ne këtu as nuk kam bar, dhe as ja dim fare, zotja dim fare, për gangster të gjitha llojeve, edhe nga 500 vrasjet që kanë bërë, domethënë. Këtu o do bëhet kjo punë dhe qeveria shqiptare të marrë përgjegjësi përsipër, ose po drejtohemi pasaj edhe për ndihmë ushtarake dhe policore nga jashtë, por ne decidojmë ta vëmë këtu. Prandaj them, kryeministri të dalit pronësohet edhe për gangsterin që ka kërcënuar, edhe për rastin fjalë, edhe për qëndrimin e qeverisë shqiptare në lidhje me raportet që kemi me veten, me drejtësinë, me ligjin, po dhe me partnerët ndërkombëtar. Këtë e kam shumë të rëndësishme. Kupton? Në këtë rast e përgëzoj prokurorin, me që jam plotësisht informuar, jo i mirë informuar, por plotësisht informuar, e përgëzoj prokurorin dhe na ka mbështetje deri në fund. Në përballje për drejtësi. Po kështu i bëjtiri e forcave policore të bëjë detyrën e tyre. Operacionet policore duhet të jenë të depolitizuara, siç janë bërë në kohën e Artan Didit. Në atë standard. Nuk ka as leje nga ministria, as nga kryeministri kur ka operacione policore. Nëse duan që të jenë në krah të ligjit dhe jo të jenë pasaj nesër përballë ligjit. Kur këto informacione dalin nga goja ime, mendoj që ata duhet i marrin seriozisht. Avokat, një denoncim të tillë të përafërt e ka bërë dhe kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili tha se Edi Rama ka kërcënuar prokurorin e SPAK-ut që ka çështjen e Ballukut, duke i thënë se si guxon ai të prek pasaportën e zëvendës kryeministres së Shqipërisë. Në këtë rast, heshtja e kryeministrit Edi Rama tregon që është kundër SPAK-ut apo kërkon që SPAK-u të bëjë punën e tij? Të dalit prononcohet me vepra, jo më me gjysmë fjalësh, në çfarë raporti është me organin e akuzës speciale. Pra, këtë po them dhe unë. Berisha mund të flasë diçka që mund të qëndrojë për hir demagogjisë, se Berisha mban përgjegjësi vetë për kërcënimet që ka çuar pafund SPAK-ut si strukturë, denigrimet që ka bërë si strukturë dhe kryetarit saj, dhe çdo prokurori dhe gjykatësi që janë marrë me çështjet e tij. Berisha ta qepi mirë atë gojën e madhe që ka, dhe të rrihet përgjigjet para drejtësisë si Çeça. Është kryetari i PD-s, nuk ka asnjë imunitet dhe asnjë të drejtë që ta trajtoj SPAK-un me dy standarde. Kur i leverdis atij ta mbroj, kur nuk i leverdis atij ta denigroj. Dhe ka konflikt interesi total. Është objekti i SPAK-ut dhe për atë është krijuar SPAK-u, për këtë që është tani, që menduam që zë vite dita, po i erë dita këtij, dhe për gjithë tjerët që kanë qeverisur, duke mos lënë kusur financat publike, po dhe drejtave tona. Se vetëm financa, po dhe drejtave tona. Nuk kemi dhe drejta të liri politike. Se po të kishim liri politike, ky lloj koteci nuk do kishte vetëm dy këndez. Një Rame, një Berish. Dhe janë bërë për faqe të zezë që po i qeshin dhe tyre tani.
Unë mendoj që ky duhet dali si kryeministër, si person e mos dali kur, si kryeministër dali të sqaroj raportin e tij. Unë me aq sa kam atë mundësinë time, partnerët i kam njoftuar ndërkombëtar, pavarësisht që Spaku ka lidhjet e veta direkte, ka informacione, por zërin do ta ngrem. Do ta ngrem edhe në Kongres, edhe në Senat, nëse këta nuk do reagojnë, edhe në të gjitha gazetat e mëdha ndërkombëtare. Ktu po e po njerëz, ktu s'po e kemi më, ktu na u bolle kështu tani si zakon, se po themi si vesë, i bie që po tallen pastaj. Po na u bë zakon kjo punë. Ktu ta ngrem zërin, edhe këtu bashkë kur jemi një tjetrin. Unë prandaj vlerësoj këto intervista se janë jo skematike. Pra ne jemi të lirë të bisedojmë më gjerë, të shkojmë deri në fund. Dhe jam i bindur që nuk jeni ndikuar. Pra jeni po ta shihni edhe vetëm atë. Intervistat dhe kanali juaj po merr audicion gjithmonë më të madh. Në ca moment caktuara, më shumë se televizionet që kanë ndërtesa disa kaçe. Edhe ju dhe unë e dim në çfarë kushtet ju punoni, por nuk ka rëndësi. Ka rëndësi që misionin po ngrini nivelin e misionit. Në misioni kërkon vetëm integritet. Në këtë moment. Kësaj lloj mediave që ju po krijoni. Pastaj po të kaloni në spektakle, ku ta diun, bukurie e tjera është tjetër gjë, po deri në moment ju i jeni përkushtuar të vërtetës. Prandaj quheni Agora News. Pikërisht për të lajmin. Hapësira e diskutimit dhe debatit. Patjetër. Dhe kjo ka shumë rëndësi kur i themi. Avokat, nisur nga heshtja e Edi Ramës sa i përket çështjes Balluku, a mendoni se ka pasur mes tyre përplasje teksa flitet që do duhet i referohem sërish kreut Partisë Demokratike Sali Berisha se mes Ballukut dhe Edi Ramës ka pasur përplasje sa i përket lëvizjes së fundit të Spakut, ku kjo e fundit i ka thënë që unë i heq rrobat e gruas dhe vishem si burr. Në këtë rast çfarë po luhet? Tani unë nuk e di, Sali Berisha të na thotë një me kënga 2 ka bashkëpunuar më shumë. Si ka bashkëpunuar, po me kënga 2 ka bashkëpunuar më shumë. Po. Edhe po bashkëpunon akoma, se po hesin ndërtime disa e kullave, disa kompanive që janë shumë afër me të. Tani, do të thënë, i bie që unë të bie nivelin e mund nokës të i referohem atij. Është mirë që ky person non grata dhe për ta që janë mijëra kilometra larg nesh, mendoj si duhet të jetë për ne. Duhet ky person të ketë një braktisje nga njerëzit tu një. Dhe pastaj ti tregojmë edhe këtij tjetrit që është bërë ekuivalent me Berishën, që nuk prononcohet. Prandaj po them, ai duhet prononcohet. A mendoni ju që ka pasur konflikte? Ata mund të shkojnë si vaj me uthull në mbase, shumë mirë. Por unë di, them, nga çfarë po flas, me brenda dhe Shqipërisë, ky moment po i kushton shumë imazhit qeverisë shqiptare. Dhe për këtë duhen prononcime të sakta. Në këtë rast, çfarë do të kjo gjë më e mirë do të ishte qeveria shqiptare të arreshtoj hapur fare me Spakun. Ta konsideronte partner. Që do të thotë të shkarkojë Dita Ballukun. Të bëj çfarë doj. As më intereson fare se kush është. Të bëj çfarë doj. Ti hapen dyert e qeverisë Spakut dhe për të gjitha nga fillimi në fund të kemi bashkëpunim. Po nëse do të jetë kështu, atëherë unë personalisht i them shqiptarëve mos paguani asnjë taks. Në këtë rast çfarë do duhet bëjë qeveria? Zotëria na i lët taksat, na i konsideron kumlla dhe na i çon atje dhe na i marrin, na i shpërndajnë e na fuqizojnë gangsterët dhe na vrasin e prokurorët. Kupton? Asnjë taks. Mos bile civile, po jo nga Sali kriminali, po nga ne njerëz të thjeshtë. Asnjë taks. I detojmë popull shqiptar. Po nuk pati drejtësi, asnjë taks.
E ka të gjithë sistemin, nga specialisti, deri ki po shkova tani puna, deri ke ministrat, që vjetë ka në rjesh zinxhir. Kusur nuk po i loti populli, po e rjevin lëkurën për zgjalli. As një taks. As një taks, më në absolute jo. As për bashkin, as për këto, se bashkia i dut, qeveria i dut. Këto mbajmë ne, sklepër tyre jemi ne. Ky është zëri protestës time. Dhe ta qoj kokën atje, mos më si struc atje, ta qoj kokën edhe të pranoj dhe fajt, edhe nëse është nevojshme t'japi dhe vetë oreqe. Unë kusuar të kërkoj ke Rama. Imazhi i qeverisë ti është në tokë. Është për tokë. Pasaj di vetaj si ka konfliktet brenda. Sa veta janë gëzuar për të punë, sa janë gëzuar. Unë flas si shqiptar, nuk flas si pjesë palë interesuar në politikë. Se u liroha tani. Nuk na lanë të bëjmë diçka në politikë, po ta bëjmë kështu nga rruga. As i taks. Në këtë rast, cila duhet të jetë lëvizja e kryeministrit Edi Rama në raport me Belinda Ballukun? Do duhet i kërkojë asaj që t'jap dorëheqjen apo ta shkarkojë nga posti i zëvendës kryeministrit? Edhe analiza qeveritare duhet ishte bërë publike. Nëse ka qeveria është mbledhur apo jo? Ka analiza apo jo? Unë të mësoj atë, sa i na jep mendën e jurisave. Se kujton zotëria se ne rrim. Qa të thot ai, ta gëlltisim qa të thot ai. Nuk ka nevojë të bësh 2 metra për të mësuar të lexosh, e të kuptosh. Ka mësuar që të 4 vjeçun të shkruaj diçka të lexoj. Duke qenë 1 metër e pak. Unë mendoj këtu është serioze. As i taks nëse ky person nuk merr masat e duhura. Ja them popullit me gjithë shpirt, mos u bindni më. Nëse na vjedhin kështu, as i taks. Avokat, do t'i them me emër e mbi emër atij, se si është shtuar pasuritë e njerëzve të këtij grupimi dhe grupimeve të tjera. Edhe kriminalëve që mbrojnë ta, që guxon dhe kërcënojnë ta. Edhe le të plasin Shqipëri, ty me plak bën Shqipëria. Nëse këta kanë ndarë mendjen kështu, të vazhdojnë aty kur janë të dhirë të hesin, aty, në mbledhjen e qeverisë, ta shohim ne. Kemi pa vlerë ne, kam vlerë këto. Ta shohim ne çfarë u tha, çfarë nuk u tha atje. Se nuk e në mbledhjen e pazarit tënë privat, je mbledhjen e qeverisë shqiptare atje. Kupton? Me përse këto, këneta këtu, këneta atje. Po tani, ku je tani? Të dalje hapur. O të marri masa urgjente, ose t'japi dorëheqjen. Kështu. Edhe i them partnerve tanë strategjik. Këtu policia bët palë me krimin. Këtu gangsteri të vretë së është me krimin, është me qeverin bashkë. Prandaj ne duam edhe fizikisht në ndihmoni këtu. Edhe për të vërtetën ne, po dhe për prokurorinë edhe për gjykatën. Pra fizikisht jem këtu. Kështu është. I tregon ai ke 3 vajza ti. Po ti sa ke ti? Ti thuash. Sa ka personi që ke mbrojt ti? Avokat ju tha që në këtë rast qeveria shqiptare dhe vetë Shqipëria ka marrë goditje të rënda sa i përket procesit antarësimit në Bashkimin Evropian. Dhe këtë fakt e kam mësuar nga jashtë, është turp. Pam. Nga persona që nuk është shqiptar. Është fakt i rënd, ata e din. Më shpërdridhen këta. Na kanë vjedhur na shpërdridhen e këta. Më ka dalë një mlef bardhë që nuk ka ku të mbahet më. Kujtojnë ta se kemi frikë në këta.
Pra nuk ne e dim për nder që na ka bërë budallë, po mendoj që jemi spurdhjak, jemi frikacak. Kështu që otës bëj kryeministri lëvizjen e dur për emrin e tij ose t'japi dorëheqje. Kështu me të dërtë e Berishës, Berisha është më i zi se ky. Ose nuk është më, edhe nëse nuk është më i zi se ky, është bërë i zi para këtij. Dhe për këtë arsye unë mbaj atë qëndrimin e kujdesshëm. Që të mos kalojmë nga shiu në preshër, të riciklojmë tani kriminalin e djeshëm, se ky sot më na dhemb më shumë, se kemi harruar çik ato që ka bërë ai dje. Po jo, nuk jemi nga ata, unë jam nga ata që kanë memorie të fortë. Ne duhet kemi memorie dhe memorie historike të qartë. Mos përsërisim gabimet tona, ai për tepër me të njëjtin persona. Bardë është shumë të rëndësishme të drejtohesh gjetat ke qeveria. Qeveria të marrë përgjegjësitë e veta. Po i ndodhi gjë prokurorit, të gjenë mend të futen. Kështu bëjtën. Të arri prokurorit të organizoj familjen e tij për të mbrojtur ai, për këta spurdhja këtu. Kjo është. Të marrë përsipër të bëjë detyrën dhe policia, mos a pyesi para as qeverinë as kryeministrin. Të bëjë detyrën e vet para të punës, ndryshe do akuzohen nesër. Ktu s'kemi nevojë ne, ka dhënë jetën Borsellino dhe Falcone edhe për ne. Ne kemi nevojë të përballemi e të trimërohemi e të ngrihemi në pozitat minimale dinjitoze. Për të thënë vërtetën. Dhe për kërkuar të ci. Ka apo s'ka vjedhje e t'japi hesap kush ka vjedh. To janë bërë. Asa kemi sa më shumë ta ngrej zërin krimi, më shumë ta ngrejmë ne, edhe përballet do të jetë patjetër. E përballet dhe paguajnë parë qeveritarët tanë. Këta e dorëzuan vendin dorë të krimit. Dhe mënyrën se si ka rënë vendin dorë të krimit do ta themi dhe do të themi edhe pse e kanë dorëzuar. Dhe ku janë peng. Edhe me çështje të caktuara. Nëse nuk marrin masat urgjente për të punë. Ju përmendët pak më parë faktin që Shqipëria dhe vetë qeveria shqiptare ka marrë goditje të rëndë sa i përket procesit të integrimit. Ndërkohë, vetë Edi Rama nuk kishte i pranishëm ditën e djeshme në Bruksel, pra ku u diskutua dhe për hapjen e grup kapitujve të tjerë. A mendoni se Edi Rama nuk i ka aq mirë punët qoftë edhe me Bashkimin Evropian, ashtu siç përflitet që nuk i ka edhe me administratën e Donald Trump? Atëherë Marta Kos është shprehur që nuk do të zitohemi të fusim kaq troje në BE, të cilët mbas 10-15 vjetësh mund të bëjnë lojën e Rusisë apo kundër BE-s dhe që nuk respektojnë standardet vetëm për arsye gjeopolitike të momentit. Kështu që edhe shpresa jonë që do të hyjmë shumë shpejt, besoj që do shuhet shumë shpejt. Pa përmbushur standardet, ne nuk mund të shkojmë BE, për të jeni të bindur. Sa më shumë punohemi dhe ngemi peng i kësaj politike, se plotësimi i standardeve do të thotë që kjo politikë të marrë fund. Pra të dënohen këta që kanë vjedh dhe po vjedhin, ai standardi. Minimumi kapitulli 23-24, po të gjitha kapitullet janë lidhur në mënyrë organike me njëri tjetrin. Plotësimi i njërit kërkon dhe plotësimin e tjetrit, për krijuar tregun e lirë e tjerë që kemi diskutuar dhe s'po i bie më gjatë, që tregun e kanë 2-3 oligarkë që tallen këta dhe në dalin në qeveri sipas qefit tyre, sikur janë në shtëpi tyre. Për të arsye mendoj që edhe fabula e Shqipërisë me ndërtimin e shpejtë ka rënë. Ne duhet ndërtojmë Shqipërinë ne. Ne duhet shkojmë drejt më të mirës tonë, të krijojmë një shtet me integritet, ku krimi dhe kriminali nuk hynizohen dhe nderohen si perëndi, edhe ka frikë një popull i tërë, edhe këtë frikë të policit tani. Tani t'i japim dhe një policit që mos e marrin qafë krimi. Kështu i kësaj pune. Prandaj të qëndroj me këmbë tokë, nuk besoj që do të vazhdoj gjatë kjo prallë, po unë po shoh me këtë që ka ndodhur, qeveria është në rënie të lirë, imazhi është për tokë, dhe merret me imazhin e vet, të rikthej besimin minimal tek qytetarët. Për tjerat nuk intereson fare.
Të ndalojmë pak tek çështja e Erion Veliajt, ku kryeministri Edi Rama pas vendimit të gjykatës kushtetuese ka kërkuar që ai të lihet i lirë dhe të vijojë të drejtojë Bashkinë e Tiranës, ndërkohë që procesi ndaj tij të vijojë në gjendje të lirë. Si e gjykoni këtë lëvizje të kryeministrit Edi Rama, i cili u angazhua totalisht për shkarkimin e Erion Veliajt, dërgoi dhe vendimin e Këshillit Ministrave në presidencë, ku Bajram Begaj firmosi dekretin për zgjedhjet e 9 nëntorit në Bashkinë e Tiranës, dhe më pas gjykata kushtetuese u hodhi të gjithë poshtë. Ç'është kjo lëvizje që nga njëra anë u angazhua ndaj Veliajt, tani kërkon lirimin e tij? Dakor, se kjo është lëvizje cinike, pa marrim nga koka në fillim. Lëvizje cinike për të thënë gjykatës, ti që s'na le mundësinë të bëjmë zgjedhje, tani nxirr atë na jepi kryetar. Se na duhet e kryetari, se për të thënë tani këtë kryetar vetë çoj. 3 herë, 4 herë, sa është zgjedhje, nuk e di tani. Po, që nga 2015. Po, nuk e kontrolloj kur. Nuk kemi pasur një herë të vetme prefekturën të ketë një raport kontrolli me shqetësime për bashkinë. Përgjithësi që Shqipërinë, jo vetëm aty. Nuk i mori kur parasysh raportet e kontrollit shtetit lidhur me bashkinë. Nuk investigoj kur me krimin ekonomik të policisë bashkinë, e me forma tjera, me shërbimin sekret e tjera. Dhe tani e paska fajin gjykata që kemi ngelur ne, që gjykata ka dhënë një vendim që ne kemi parlemëruar të dy bashkë edhe këtu, kemi pasur mundësinë ta flasim dhe kemi thënë që parashikimi thjesht ishte, po ishi i vërtet, që gjykata do vendosi provelia në lidhje me shkarkimin, jo me çështjen penale që ka, për korrupsionin e pastrimin e parave e tjerë, e krimin organizuar e tjerë. Dhe unë mendoj që ky është cinizëm i pa vlerë, se nuk do ketë reagim nga gjykata, nuk do ketë zgjedhje në Tiranë, do të detyrohet nesër në çdo rast ti bindet gjykatës, të mos ndërhyjë kjo pushteti vendor, se nuk ndërhyjet, të mos zëvendësoj me urdhën e tij organe tëra dhe kolegjiale, po dhe sidomos ato të zgjedhura me votë, të mësohet me ndarje pushtetesh, që ka kryeministër, po ka edhe kryetar bashkie, po ka edhe drejtësi, po ka dhe president, po ka dhe gjykatë kushtetuese që ta bën ul presidentin. Kjo është lojë e pushtetit, kjo lojë interesante, jo lojë i kapit tër, sa shumë pastaj i bitlush me veten. Unë mendoj që nuk ka asnjë lloj vlere, as juridike, është thjesht cinizëm, çfryrje e mërzitjes së tij në lidhje me vendimin e gjykatës. Avokata, mendoni se Erion Veliaj mund të flasë në SPAK ose të bashkëpunojë me SPAK-un, ashtu siç ka deklaruar edhe Arben Ahmetaj mbi aferat korruptive të qeverisë së kryeministit Edi Rama? Nuk e di, nuk e paraqikoj, deri tani shoja. Se në gjykatën kushtetuese në mënyrë indirekte sulmoi dhe kryeministin Edi Rama duke hequr. Po fakti e sulmon në mënyrë indirekte, se ai nuk është i shkurtër, 1.90 më duket. Një burg 1.90 tani, 90 ca, spërdridhet dhe nuk e thot vërtetën, dhe pse ka 9 muaj në burg, kjo tregon që ai ka frikë. Ose ka frikë nga ato që ka bërë vetë, po dhe nga ato që mund t'i bëjnë. Pra nuk është i pastër. Duhet t'jesh ka kosto digniteti, edhe e vërteta. Mos i kam ti popull, nuk i kam as i borxh. Edhe flas hapur. Dhe është luks, flasësh hapur, këta se kanë, ta kanë humbur sensin. Janë gjithë në rol. Edhe kur janë ditë zezë, edhe në burg atje nuk arrin dot të thonë vërtetën. Se janë peng, janë robër të asaj që kanë bërë vetë. Tem tani, vetëm po të shprehet mirë ai, po ka allë se do i sekuestrojnë paratë ku i ka futur, ku si ka futur. Edhe për dënimin, më mirë ta pranoj dënimin kështu, pa marrë me përpara dhe një luguni me zagar që
po na bëjnë këshillik me forcën e pushtetit. A ka nisur në Partinë Socialiste përplasja mes eksponentëve ndaj njëri tjetrit, duke qenë se përflitej në fillim se Velia ju godit nga Balluku me po themi direktivën e saj dhe tashmë lëvizja fundit e SPAK-ut mund të ketë dorë edhe Veliaj? Që përplasja ka kohë që ka qenë aty. Edhe Berisha i vulli pak benzir djezjarit, kur tha njerëz të dikujt të vinin në protestat tona atje. Pam. Ka qenë. Por këta e kanë ditur, e din mirë, kështu kanë punuar edhe. Gjithmonë në atë, unë i kam qytë, kjo është kënet, domethënë. Këneta në dukje është i qetë, po poshtë gëlon jeta. Është ndryshimi i kënetës me një habitat tjetër ujor. Edhe pse mos jetë shumë e thellë, po ka balte, barishte, ka shumë ushqim për peshqit dhe ka një jetë egër aty, të gjallësave që janë aty. Po në dukje është i qetë këneta, rrallë erë, ka dalgë kështu, se për arsye se është gjithmonë një pellgë i cekët, asgjë më tepër. Edhe pak i mbrojtur, domethënë, nga gjallësat që janë atje, domethënë. Kështu që edhe bimët. Për të arsye unë mendoj që ata janë po plaken në këtë lloj intrige politike. Janë mësuar tani, ndryshojnë konfigurimet e pasere, rikthehen aty ku ishin etj etj. Këto nuk kanë një rëndësie, këto po bëhen tani natyrë gjithë politikës shqiptare, të cilat politikë e cila gjallon mbi intrigën dhe pazarin politik, përgjithsisht. Edhe të huaj të e din, dhe unë gjithmonë e citoj Yuri Kim, që ka thënë para disa viteve, është e papranueshme që motori i politikës shqiptare të jetë pazari politik. Në këtë pazar është dhe intriga. Kështu e kam parë në ky realiteti, është i pamohueshëm. Së fundmi po lexoj se Edi Rama nuk ka lejuar një nga gazetarët që të bëj pyetje në konferencën që ai ka mbajtur me ambasadorin e BE-s, pra nuk e ka lejuar gazetarin që të bëj pyetje mbi çështjen e Ballukut. Çfarë tremb Edi Rama në këtë rast që nuk pranon ta komentoj? Ai e di. S'ka gjë, le mos flas. Ku po shkon Edi Rama teksa po i bie një nga një njerëzit e tij dhe në rastin e Ballukut, a mund të justifikohet ai se edhe ajo ka ngrënë kumbulla dhe dart pas shpine? Jo. Këtë nuk mund t'ja thot një populli që është i civilizuar, aq sa të veshit paktën një kostum. Se ka popull që nuk janë civilizuar, i ke parë, jetojnë në forma të thjeshta, gati primitive. Këtë nuk mund ta thot ai. E kemi votuar si kryeministër që t'i ketë të gjitha kumbullat dhe dartat përballë, me detyrën e parë të ruaj vendin nga kategoria e shpërdoruesve. Unë mendoj që po e krijon kosto të madhe politike vetes. Dhe e shoh që nuk po mban qëndrime të qartë, që duhet të jenë të shpejta dhe të qartë. Durimi i tij nuk është i njëjtë me durimin e njerëzve poshtë. Pavarësisht që një ai mund të përbuzi njerëzit poshtë. Dhe njerëzit do çohen i tij. Po do të jetë i ditë që do mbahet më. Nuk kemi nevojë ne vetëm kur çohemi në rrugë të Zotit, se 12 ditë ju desh Izraelit luftë me Iranin, jo më tepër. 12 sekonda do vazhdojë Shqipëri, jo më tepër. Kur njerëzit të çohen në rrugë të Zotit për dinjitet dhe drejtësi, se nuk ka dinjitet pa drejtësi. Avokat, dhe pyetja fundit, sa mund ta shtyejë Edi Rama në drejtimin e qeverisë shqiptare në mënyrën se si është duke qeverisur dhe ato që po ndodhin në raport me drejtësinë, nisur edhe nga fakti që marrëdhëniet e tij me Shtetet Bashkuara të Amerikës duket se janë të ngrira? Do ta shtyj për aq sa kohë ne do të vendosim të mos reagojmë. Se njerëzit ku janë çuar për menderën e Saliut, nuk çohen për veten e tyre shqiptare.
Çohet Saliu, normal, unë që jam i pavarur nga partitë fare, nuk shkoj dot ti shërbej shkelzenit dhe argjitës interesave të tyre. Pra çohet dhe Shqipëria çohet me ngjyrim politik. Kur çohen qytetarë, Stadiu të shtëpi, nuk kemi nevojë, nuk ka nevojë më të çohet ai. Nuk, nëse njerëzit janë slevër, 400.000, 500.000 shqiptarë, janë slevër të tij, atëherë ne nuk meritojmë të çohemi, nuk kemi popull. Nëse ata thonë jemi salist, aty ngorshin në sundimin e Ramës deri në fund pasaj. Kur ne të çohemi, kur mua të mos më ndaj me asnjë qytetar tjetër, koncepti bazë i drejtësisë dhe i dinjitetit, ne të ndahemi në punë të mira. Po vetëm ndahem mund të kem armik tani, një të PD-s e një të PS-s, se nuk mendoj politikisht se unë, dhe për këtë arsye edhe drejtësinë ja mohoi kundërshtarit politik, etj. Kur ne ajo që është njerëzore, ajo që është shqiptare, na bashkon. Pra janë 30 ca të drejta që kemi njësoj, gjithë njerëzit ku jam, të drejtat natyrore, që rrjedhin nga vetë ekzistenca jonë, si qenie njerëzore. Në këtë vend që quhet Shqipëri, dhe pastaj diferencët janë të tjera, ato janë garë në punë të mira, kush qeveris më mirë, jo kush vjedh Shqipërinë. Për këtë arsye, kur ne të vetë ndërgjegjësohemi, ne t'i thrasim arsyes që jemi ne sovrani, dhe kur ne të fillojmë ta ushtrojmë sovranitetin ton, drejt për drejt, siç thash, nëse këta nuk veprojnë, çfarë keq i kanë shqiptarët, që dëgjojnë zërin tim, mos paguani. Çfarë duan? Duhet një person që t'i dalin prirët, e ta ketë emrin Sali apo Edvin, që t'i bindën këta. A kam të drejtë apo s'kam të drejtë? Apo jetojmë me padrejtësi apo jo? A duhet paguajmë kur villemi apo jo? A fiton ai që çohet nga gjyqëzimi apo jo? Unë po flas për gjithë ata që jetojnë si unë, por dhe për ata që nuk mendojnë akoma, ose s'janë akoma të sqaruar. Pra për të hapur mendjen e tyre kemi. Dhe por nuk ndryshoj, ai socialisti i ndershëm, ai demokrati i ndershëm, ai që është pa parti, po është prapë i ndershëm, por nuk ndryshoj, ta kuptoj që ora çfarë ndan nga unë? Çfarë ndan nga parimet e drejtësisë? Po pse më këta do na detyrojnë të jetojmë jetën në mizerabilitet dhe pa dinjitet? Ky është ofendim. E themi vetes burrën, ne njerëz pranojmë edhe kur na thot gruaja që ore bëj këtë se është e drejtë, jo jam burr, nuk ligjoj. Po si ti je burr ti kur të ka zhburruar politika 40 vjet? Allë po them. Hajde, mos bindi totale civile. Nëse është kështu që shteti është në dorë të krimit, të lipset shteti dhe kemi për detyrë t'i kthejmë shtetin shqiptarëve. E them pas një lloj edhe pas një lloj ambicie politike, po betohem. Pas një lloj ambicie politike. Kështu bërë. Jemi prit për çdo bisedë në vijim, ne duhet të flasim derisa të jetë nevojshëm. Edhe të veprojmë pastaj. Unë nuk shoh që ne mund të jemi thjesht komentator. Të paguaj unë se do të vjedhësh ti, ashtu s'ka as. Dhe zinxhir. Hyn tjetri me bizhame gata civilizimit, me bizhame poshtë kostumit hyn në punë, në zyrë, dhe për një vit të blesh prona të lujshme dhe pa lujshme, dhe makina, e të fundit fare, me një rrogë që qeka 1 milion lekë sa qeka. Kështu që tu ka marr ferro ratën në këta. Zoti Kara, dikush dojë nga burrat e qeverisë dhe gati qeverisë, e t'ja them edhe me emra. Po dhe me gangsterët me emra. Se këtu ka ardhur dita që po na e plasin e durimin tani.
Tani imazhi i qeverisë është për tokë. Është detyrë e tij. Nëse ai ka dhënë dorëheqje, ka hiq dorë nga kjo punë për të marrë edhe me veten e tij, punën e tij Shqipëria do bëjë edhe pa të, mbas edhe më mirë. Zoti Kara, unë ju falenderoj për gjitha mendimet dhe analizën këtu në Agora News. Edhe unë ju falenderoj ju bardhë. Falenderoj shumë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.